Ndërsa afrohemi drejt verës së 2026-s, shumë turistë po kërkojnë destinacione pushimesh, që jo vetëm ofrojnë përvoja të parueshme, por janë miqësore me portofolin, kështu shkruhet në një artikull të botuar në revistën argjentinase të udhëtimit In Tripper. Në këtë kuadër, një destinacion ka dalë mbi të tjerë duke premtuar diell, kulturë dhe aventurë, pa qenë e nevojshme për të shpenzuar shumë. Pse duhet të zgjidhni një destinacion ekonomik? Zgjedhja e një destinacioni të përballueshëm nuk do të thotë sakrifikimi i përvojave. Në fakt, shumë herë këto vende ofrojnë autenticitet dhe sharm që destinacionet më të frekuentuara dhe më të shtrenjta nuk e kanë. Duke zgjedhur një destinacion ekonomik, është e mundur të eksploroni më shumë fal kostove të ulta të aktiviteteve dhe akomodimit. Për më tepër, duke zgjedhur rajone më pak të njohura, mbështesni ekonomitë lokale që varen nga turizmi për të zhvilluar dhe përparuar. Destinacioni i verës 2026, vendi që konsiderohet si më ekonomik për pushimet e verës, është Shqipëria. Çfarë e bën Shqipërinë kaq speciale? Shqipëria shpesh e lën pas dore për shkak të fqinjve më të njohur si Greqia dhe Kroacia, po shfaqet si destinacioni perfekt për turistët që duan të eksplorojnë Europën në një mënyrë më autentike dhe me kosto shumë të ulët. Shqipëria ka një vijë bregdetare. Vende si Ksamili dhe Dërmiu ofrojnë ujëra të kristalta dhe rërtartë pa turmat që mbushin destinacionet e tjera mesdhetare. Ndërkohë, Shqipëria ka gastronominë që kënaq shihen. Kuzhina shqiptare është një kënaqësi për shqisat, duke kombinuar ndikimet mesdhetare dhe ballkanike. Sipas revistës, vizita në Shqipëri nuk është vetëm një vendim i zgjuar ekonomikisht, por një mundësi për të zbuluar një destinacion në gjendjen e tij më të pastër dhe të paprekur. Me mrekullitë e saj natyrore, pasurinë kulturore dhe mikpritjen e ngrohtë, Shqipëria është destinacion ideal për pushime të paharueshme dhe të përballueshme në 2026-ën.